Sigurisht, të gjithë janë kolegë të mi dhe nuk e di kush do ta marrë, po se cili e meriton këtë çmim. Po kur po vija, kur pash dritat që mu drejtuan, është një pyetje metafizike, nga vjen drita që ndriçon qenie, por këtu është një dritë që nuk ndriçon një qenie, por ndriçon diçka, një vlerësim të madh për punën, dhe këtë vlerësim i takon Zotit Feri Duka. Sigurisht që jam emocionuar duke marrë këtë çmim, natyrisht që çmimi, vepra e cila merr këtë çmim ka jo vetëm punën time, por dhe kontributin e bashkëpunëtorëve të mi, kolegëve të mi, të gjithë atyre njerëzve që kontribojnë në mënyra të ndryshme në fushën e vështirë të studimeve albanologjike. Unë me këtë rast dua të përshëndes Akademin Kult për këto evenimente kaq të rëndësishme, nxitëse për kulturën tonë kombëtare, jurin për seriozitetin me të cilën i ka vlerësuar këto vepra. Dua të përshëndes gjithashtu Universitetin Evropian Tiranës që mundësoi botimin e kësaj vepre. Dua gjithashtu të përshëndes me këtë rast të gjithë kolegët studiues të shkencave albanologjike, në Institutin e Historisë dhe jashtë tij, në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, pa punën e të cilave shkenca jonë albanologjike do t'ishte e mangut ose nuk do t'ekzistonte. Unë me këtë rast dua të përcjell mesazhe të ngrohta dashurie dhe familjes sime, Valit dhe Albanit, të cilët më kanë inkurajuar në mënyrë të vazhdueshme për punë kërkimore, kanë krijuar mjedisin e ngrohtë për të bërë punë të tillë të suksesshme. Ju falenderoj të gjithëve. Feri Duka. Urime.